me njësitë e qeverisjes vendore, shoqatat e tyre, shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar. E paraqitjen përpara Kuvendit të dokumentit analitik me rekomandime për hapat e mëtejshëm dhe propozime ligjore. Pika e tretë, komisioni i posaçëm përbëhet nga 16 anëtar, nga të cilët 8 janë përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 6 përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, 1 përfaqësues i grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim dhe 1 përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë Lirisë. Emrat e anëtarëve të komisionit do të përcaktohen me vendim të Kuvendit. Pika e 4, komisioni drejtohet nga 2 bashkëkryetar, 1 nga Partia Socialiste dhe 1 nga Partia Demokratike. Pika e 5, komisioni i posaçëm do të zhvillojë veprimtarinë e tij në një afat kohor 9 mujor nga data e miratimit të këtij vendimi. Në rast nevoje, me kërkesë të arsyetuar të kryetarit të tij, Kuvendi vendos zgjatjen e afatit të ushtrimit të veprimtarisë së komisionit. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, një votim me elektronik, hapet votimi. I lutem votoni. Mbyllet votimi. 115 vota pro, 0 abstenime, 3 vota kundër. Projekt vendimi miratohet. Urdhroni zoti Shejaj, më pas zoti Muçi.